Përshëndetje, shikues të Radio Televizionit 21, përshëndetje shikues të emisionit Një Kafe me Labin. Edhe këtë të djele jemi bashk, uroj dhe besoj që një natë bukur, një natë këndshme, ta kemi në shtëpitë e juaj apo aty ku jeni duke na shikuar. Kafeja veç po mu përgatit tuja prej kremit, e krem faleminderit shumë se gjithmonë je i gatshëm, domethënë je shpejt me përgatit kafet. E sa kafet kemi përgatit sonte për musafirët. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit Pavinit për aromën e kafes që ma jep tek studioja e emisionit Një Kafe me Labin. Jam falendërues dhe jam me fat që të kam pjesë të rrugtimit tem. Faleminderit që është pjesë e imja. Patjetër në këtë rrugtim temin që po ja nisi unë po filloj bashkë me Samër Një Kafe me Labin. Patos është pjesë e imja, po e hapi, po atë ta kem fatin, fitoj diçka, ajo nuk e pas nga fatin, kështu që ndështë fatin e është tek ti, ose tek dora jote në shtëpin tuaj, sepse mi gjitha shkoni e bleni patosin, edhe pa tjetër bëjni pjesë e lojës madhe që është. Okej, patosin jam këtu se e provoj pastaj, e kam qenë që dënë. Faleminderit. Më thonë, okej Sadek, ai astret. Fibula ka qenë pjesë e imja, vazhdon të jetë pjesë e imja, shkoni drejt Fibulës për shkak se ja vlen. Ja vlen të bëni rezervimin tuaj, jo vetëm në Brigdetin Turqisë apo të Greqisë apo Bugarisë apo Shqipërisë, po keni mundësi, domethënë që pikërisht me Fibulën më shku edhe në vende tjera, për shkak se gjatë gjithë vitit është prezent bashkë me ju. Maldives, Dubai, Afrikën, Egjiptin, shumë vende tjera turistike. Jam falendërues për shkak se është këtë vit në Samër Një Kafe me Labin bashkë me mu. Ju vazhdoni t'jeni pjesë e tyre për shkak që po more karburant tek IP-ja, pa tjetër e merë edhe kuponin, bësh pjesë e lojës së madhe shpërblyese me shumë shpërblime. Javën tjetër bashkë do të sjellim diçka të bukur sepse kemi qenë drejt për së drejti aty. Kështu që gjithçka vim prej javës tjetër me Samër Një Kafe me Labin. Jam me fat, jam falendërues sepse pjesë e imja, pjesë e këtij rrugtimi vazhdon të jetë kush tjetër përpos liderit të vend sa i përket fluturimeve. Prishtina Tiket, jam falendërues që të kam pjesë timen, pjesë pandashme të emisionit Një Kafe me Labin. E di, shumica prej shqiptarëve po vinë drejt vendindjes së vet, bashkë me Prishtina Tiketin, por edhe kthehen aty ku është jeta e tyre, ku funksionojnë, ku punojnë, ku jetojnë. Po edhe ne po kemi mundësi ndoshta të lëvizim për një shtet tjetër me këtë tjetër, përpos me Prishtina Tiketin. Këta janë ata të cilët fakt janë pjesë e imja, por jam falendërues dhe jam mirënjohës edhe ju të cilët fakt vini na vizitonin tek Valone. Përpos Valonës jam në katin e tretë, jam edhe unë bashkë me kostumet për meshkuj, e janë ju që akoma jeni në dyshim çfarë do të veshni për natën më të shëjtyer në dasmën e juaj, sepse kemi zgjedhje të mrekullueshme, por mos më harru edhe fustanat e bardhë, fustanat e nusëve, domethënë janë të mrekullueshme tek Valone. Daj, Paul McLean, faleminderit që është pjesë e imja, pjesë e emisionit Një Kafe me Labin. Këtu po e fillojmë. Shumë shkurt, dikush ulet këtu, e me kënd ulem këtu, është Linda Hakaj. Menir pas Linda Hakaj, Shkelzen Jetishi, është Mubi, por pjesën e fundit në Kafe të Labit, bashkë me Lumin edhe me Taulantin, vjen edhe Shqipreu. Kështu që, nata është shumë e gjatë sonte me Një Kafe me Labin. Qëndroni bashkë me ne. Po e ndëgjoj se kafja po përgatitet, po bluhet kafja këtë pjesë këtu të emisionit Një Kafe me Labin, edhe kafja po i përgatitet e krem faleminderit shumë, si gjithmonë. Është kënaqësi e madhe sepse afër vetës e kam një bikesh timen, po edhe dashur shumë për ju, e dashur është edhe për mua. Linda, është kënaqësi që jemi sonte bashkë në Një Kafe me Labin. Faleminderit shumë Lab. Jam shumë mirënjohëse për hapësirën. Faleminderit shumë. Mu vjen mirë që jemi bashkë sonte, por aq më tepër që të flasim për punën. Për punën, në fakt, domethënë këto ditë të fundit pat një jehon shumë të madhe Gajdegjeu, bashkë me Koki Sullën, edhe kështu që po pëlqejet. Nuk ka gjë më të bukur kur artisti e sjell një projekt edhe nënën tjetër vlerësohet. Jemi mundu Labi me ja jep hakun që thojmë ka ana jonë. Edhe po mendoj që është një këngë e ndëgjume që e din gjithë, edhe fëmijët në shkollë, sepse e di prej përvojës që punoj në shkollë me fëmijët. Edhe
pse mos me sjell me një remix ndryshe, edhe për rinime u pëlqy, edhe po ndëgjohet kogja mirë ka ecë si projekt. E përmendit që edhe fëmija e din, Po. dhe më thonë, unë e kujtoj, dhe më thonë, e kujtoj atë periudhë, dhe më thonë, kur ka qenë kanga originale, Po. Bjeri Gajdës Gajde që, pastaj Zampina Po. e pas sjell versionin Po. e vetë, kurse ju e sjellni në version krejtësisht tjetër, tash edhe ma popullor, kështu po mendojnë, ma i afërt për shumicën e... Me të thonë drejt, ka ardhë shumë një mënyrë spontane me kokin. Kemi qenë vitin i kaluar me një darë bashkë edhe a bojmë diçka bojmë. Edhe me iniciativën e kokit edhe me dëshirën time, normal, e kemi bo si remix, po unë nuk kam dalë prej kornizave të mija. Dhe më thonë, këndimin absolut nuk e kam lujtet, e kam këndu ashtu si gjithë herë. Si këndonë që gjithmonë, po. Se mos me i hup, dhe më thonë, via melodike edhe mos me i hup ajo originaliteti. Po, koki e ka pru mandejnë një frim tjetër me surle, edhe aranxhuesi edhe tjertë bashkë që kanë punu në grupë, e kanë pru në një formë që po pëlqejet edhe në përmramjet ndryshme, edhe dasmort po e kërkojnë tash, e kanë bo një lloj hymje qifti i ri, si tashmo që janë në trend. Edhe jam shumë e lumtun që në këtë projekt kemi shfaq edhe kulturën tonë. Unë me shumë dëshirë e kam marrë gjybletën 4000 vjeçare, sepse unë mundu në plot shtete me përveçsu edhe në fond në UNESCO është e jona. Edhe unë me shumë kënaqësi e kom vesh atë ditë. Kisha dashur shumë e falenderu Libertas Glam që atë veshje ka bu me vite tona me qëndis me dorë, edhe unë e kisha shumë privilegj me vesh atë ditë në xhirim. Pastaj veshjen e vajzave, që ka dalë shumë një pjesë e bukur në pjesën e dytë, edhe pastaj kaloja e Artanës, edhe ajo është e jona, pse jo me bo një reklam të vendit tonë, edhe ajo është mbrojtur në UNESCO, dhe po besoj që ja kemi arrit qëllimit që gjithçka që ka është e jona me shfaq me një klip 3 minutësh. Kështu që po shpresoj që prej njerëzve dhe prej dashamirëve të muzikës të mirë fillt, me u pëlqy edhe më na jap edhe neve vullnet me punu edhe projekte tjera. Unë e di që është u pëlqyer, e di që të kam përkra, e di që kam bu kogja sherë. Dhe me thonë edhe njerëzit, po e bukura e kësaj është e përmend, dhe me thonë e bukura është që mu më ka ra dhe me kokin, e si të me ty s'po flasë, mos që më ka ra në për darsma, po më ka ra edhe me kokin me qenë pjesë e darsmave, dhe me thonë për atmosferën cilën e kryon, por e bukur është që e përmende kjo, tek pjesa e dytë, sidomos qifti po lakmojnë për me hy ma ndryshe, e tash këtë pjesë dhe me thonë me hy, dhe me thonë pikrish me këtë kongë, me qenë edhe koki prezent, pse jo edhe na dasim ku je dhe ti, e bukur është. Patjetër, faleminderit shumë gjithë atyne që na kanë përkrahur në këtë projekt. Edhe mos them që shumica kanë qenë prej dasmorëve që do të këndojmë këtë vetë verës. Te ata edhe me një herë më kanë shkruajt ta bën me bo hymjen, po pse s'ban, kjo është një diçka e jona dhe normal që është kënaqësi për neve me pas një jehon të madhe, me diçka që ka vlerë, sepse sot po bëhet jehon me gjithçka, po kur është fjala për diçka të bukur tonën, po shpresoj që ka me u pëlqyer edhe tutje. Ke i vështirë bashkëpunimi me kokin? Jo, se zakonisht adim është pak stresuesaj. Koki për ndryshe ka shumë përgjegjësi. Po. Edhe unë e njoh përmes vllaznive të mi, ka qenë mas pari shok me vëllezërit e mi, edhe përmes tyre e di, domethënë, natyrën edhe karakterin e tij, pasi që ai jeton në Zvicër edhe nuk kemi shumë qasje njëri me tjetrin që me njoft kështu të prej përsafrimi. Por me këtë projekt, e kom pa natyrën e kokit, më ka pëlqyer shumë përgjegjësia dhe obligimin, secilin obligim që e ka marrë me një përgjegjësi shumë të madhe, jo veç hajt me kry punë. Pastaj, unë ima një prej njerëzve që komponu ndoshta najherë me një ekip që se cilin detaj janë mundu me nxjerrë në pa, edhe unë e du shumë qatë profesionalizëm. Pavarësisht kush, qysh është me atë ekip tepër mirë jam një, edhe do më thonë gjatë gjithë ditës a i gjirim që ka ndodhë, as edhe njëherë nuk i kom dëgju të thonë jam lodhë. Po hajde edhe këta, se kjo është e jona, le del kjo ma bukur, le del kjo ma mirë. Edhe unë po mendoj që kur është një ekip profesional, edhe një ekip që
ka dëshirë gjithçka me dalë ashtu qysh duhet, jo veç me kry punë, mendoj se duhet me u shpërbly me Në fund, krejt komplet kësaj bisede sa jemi bashkë, kam shkput një pjesë të videoklipit, për shkak që ti e dim fort mirë, po si po transmetohen se ne po jemi edhe në Instanish, po edhe po jemi një të kohë live në YouTube. E tek YouTube-i dhe më thënë, po është e pamundshme mu transmetu, po për ata pak cilët janë pjesë pandashme imja, pjesë emisionit Një Kafe Mbrapin, si të kryet emisioni, hyni. Gajtë dëgjeun, e keni lindën bashkë me Koki Sullën, edhe klikojni, ndëgjojni, bëneni forward, rujeni tek faqja juj, merreni makinat juja se për shkak se vera po vjen. Sidomos ju që keni dasma, vallonja vlen me qatë kongën me festu. Lind, sa jemi bashkë këtë pjesën këtu te kafja, unë zakonisht tek emisioni Një Kafe Mbrapin nuk pështoj pa i pyet musafirët edhe saj përket kafes. Ki dikon që të ka marrë malli me pi një kafe me ta? Kam shumë. Por me të thonë drejt, mas shumë të momentalisht. E kam 2 vajzat e aqës në Amerikë. Unë e motër nuk kam. Pa. Edhe ato... E kam po zavendësimin e motrës një farë. Edhe pse i pash tash isha vonë në Amerikë, po mungesa e tyne, ato kanë shku në gjatë periudhës luftës, janë transferu atje. Mu mungojnë shumë, edhe sa herë t'ullem me pi kafe, te uten edhe vjollësën, i ka munges. I ke munges. Po, a ka me dikën që në fakt minë zisprejt pi kolegëve me pi kafe me ta? Po, kam, edhe po du me përmend ish profesoreshën time, Elife Jashari Podvorica. Pa. E kam kolegjet punës, një herit e kam një mentore shumë të mirë, që në kohën kur jam punësu, shumë e re, më kam mësu qysh me qenë bashkëpunuse, jo konkurente në punë. Edhe ja di shumë për nderë, edhe publikisht po thamë faleminderit 100 herë, sepse tash këtë ndjenjen e mirë, ta saj një kafje, që të mëson duhet me bë kështu, duhet me mësu kështu, po e përcjellim edhe në gjenerata tjera. Elife, të dua shumë. Po, a ka ndonjë person që në fakt e ki prit që ka me qenë ajo kafe shumë e ëmbël, po të ka dalë jeshtë bashkë me ta kur i dalë me pi? Jo, që pse jo, lab, se... Se për krejt po më thuni jo. Jo, adim pse jo, sepse kafe nuk e pi me gjithë kanë. Po të regoj shumë drejt, kafja pijet me atë që i ki për zemër. Edhe ndodhë ndonjëherë me ardhë dikush që nuk është i ftuar në atë kafe, e gjej mënyrën. Për këta e pata, dhe më thënë që është e pamundshme, dhe më thënë që mos me të ardhë dikush, edhe me të ullin të avolinë, me pi një kafe dhe me thënë po për bina. Pa dëshiru shumë, po në gjoj mënyrën edhe ike. Unë ike vetë. Kafja e ëmbël, e jethë edhe e mesme, dhe më thënë janë 3 kafet. Jeta lindës në ku është për momentin? Momentalisht jam të ëmbla. Të ëmbla. Faleminderit Zotit, i kam gjithat mirat, spari shëndetin. Më ka dhënë Zotin ideal, inshallah kush s'ka ja falë Zoti. Edhe unë gjithmonë lusë, dhe më kush thënë ka që... fëmi, jarujt Zoti, që ka çdi me thonë, sepse unë e din gjithë që kom pas shumë problem me pas një fëmi. Faleminderit Zotit shumë që ma ka falë, edhe jam mirënjohës gjithë atyre njerëzve për rreth meje që deri në atë moment janë mundu. Edhe e kam një shoqë që është pianiste shumë e madhe në Kosovë, dhe ke një ditë ngara orë. A e din mërë që këtë Kosova e në gëzu. Edhe më kalon për shtypje shumë se seriosisht edhe shoqënia edhe familja më kanë përkrahur në ato kohët vështira. Po unë e lutë Zotin kush s'ka, inshallah e falë Zotin. Po më intereson, a ka vesh për muzikën? Po, shumë, edhe pse jam shumë, unë e kam folë edhe në intervista tjera, kam thonë, nuk kam dëshirë me trashëgu këtë punën e muzikës. Jo për diçka, por është një profesion tepër i mundimshëm. E tash kanë dalë profesione tjera që mundesh me qenë shumë komfort me jetën, me punën, e jo e mundimshme. Ti e din ma mirë shusha. Krejt vikendet i ki në aeroplan dikon, unë nuk e kom pa të rrit, i ka dalë dhami, unë isha në Kanadë, ka fillu me ecë, nuk kam qenë këto. Janë disa peripeti që si muziciente s'ki qare pa punu, sepse në qofë se nuk je në kontinuitet me punën, gjithëherë harohësh, po në tjetër anë është vujtje për me rritë fëmijë që duhet.
Unë e di, po e zgjatë ma tepër, në fakt dhe më thonë është sonte natë e ekskluziviteteve, e surprizave, po e thamë kështu, unë falenderoj, po falenderoj edhe ty që të kom pjesë kësaj natë këtu, sepse me njëre pas teje unë shkoj drejt Gjakovës, jam bashkë me Zenin, pastaj dhe më thonë vim tek pjesa e dytë e emisionit. Unë po të falenderoj për zemërsisht që të kam pjesë në emisionin Një Kafë Mlabin, po ata kënaqësinë që i dava disa momente të bukura bashkë me shikuesit, po pse jo mos ta shijojmë edhe mos ta dëgjojmë mas parti atë videoklip që në fakt e kisi. Unë po du me të falenderu shumë për hapësirën e një emisioni që është shumë gjatë në skenë, edhe jam shumë e lumëtën që promovimin po e bëjt këti klipi të ti. Faleminderit gjithherë për krahjen, jo vetëm për këtë projekt, por për gjitha je gjithherë dispozicionin ton edhe shumë të rallët janë si ti. Faleminderit shumë. Unë jam me pat edhe jam falenderu sepse shumicën e kohës e ndajmë bashkë. Bërëm sidomos sezonin e verës që na bjem bashkë me qenë me ty edhe me Ymerin, kështu që duhet të thëni përshëndetje për Ymerin i zamë, po ja dërgoj unë për shkak që na bjem shpesh edhe me qenë në përdorshma. Gajdeqeun, po mund sekuenca të shkurta, po e them, për shkak që nuk na lejohet e gjitha, por ju mundeni me hyrë në YouTube edhe me shikun këtë në përgjithësi, kongën si kongë, edhe pse jo, mos me bo download me pas në arkiven të ujtë në familjen të. Gajde që jo djalloj ri, sot festo Kosova. Unë në këto momente jam bashkë me Events për ndryshe film, në Gjakovën e bukur, bashkë në Zeni Imperial, me këtë tjetër për pas me të madhin shkallëzën jetishe. Në zemë, është kënaqësi që unë jam sonte pikrish në vendin tonë, shpinë tonë dhe në këtë atmosferë të mrekullueshme. Faleminderit Lavi, kënaqësi edhe për mu që të kam në shtëpinë time. Jemi miq vjetër, kem bashkëpunu shumë bashkë, faleminderit që erdhe edhe të dëshiroj një verë të mbar këtë vit, sepse edhe ti je mjaft i angazhuar. Unë e di që jemi miq vjetër, i di më ja që më hallet shpesh herë një tjetrit, por sonte jemi bashkë këtu për shkak që janë trejat e Zenit, cilat fakt Zeni nuk ndalet asnjëherë me punën, me përkushtimin që ka ndaj atyre të cilët fakt e dojnë, e shmojnë edhe respektojnë. Po para krijesa të vinë tek puna e projektet, jemi tu janë sezon, sepse edhe qershori është një sezon e cila është e ngarkuar full me dasma. Apo mundesh me ja dalë, më thonë, për shkak se 2 sallat janë për plot angazhim. Siguri kërkon angazhim të madh, po mirë është Lavi. Kundër viteve që i kam, mbi supet e mia, akoma s'po i mëj tamam si duhet, edhe nuk du me i mëj, po ja dalim. Është një verë mjaft e ngarkume me dasma, me ahengje. Ka qenë maj që shore shumë i maj ngarkume, mos flas për korrike, për gusht. Si çdo vit, angazhimi madh, përpjekje të mia, sidomos të shoqes Valbonës, tash edhe Ledioni është krah këtu. Edhe gjithë stafi, falenderoj për punën, për përkushtimin që kanë në Zeni Imperial. Sa e bukur është kur edhe djalit sot ju ka bo krah Valbonës, domethënë edhe po qëndron afër saj edhe njëkohësisht. 2 sallat janë pothuajse që të përmbushme domethënë me dasma. Zen, çfarë ndjenje është kur në fund përfundoni darsëm edhe të vjen një mesazh? Një mesazh me të falenderu për ajo është kënaqësia më e madhe. Kur vjen një mesazh falënderimi, që njerëzit kanë kalu mirë, janë kënaq në shërbimin ton, me ushqimin ton, me dekorin ton, me atmosferën që e kemi kriju, me ambientin, ajo është kënaqësia më e madhe. Mund të them lirisht se kur marrim ato mesazhe, ndihemi normalisht sepse ana materiale është anë materiale për të cilën edhe punojmë të gjithë, po ajo është në përmbushje shpirtërore. Është kënaqësia më e madhe kur ndëgjon njerëzit që janë të kënaqur me shërbimin tonë. A ka ndonjë moment që e kujton edhe thosh o Zot, inshallah kthehet edhe një herë? Ka shumë momente. Po të flasun për jetën time, ka aq shumë momente të bukura që kur ulem ndonjëherë dhe i kujtoj, ndoshta nuk them a kthehen ndonjëherë, sepse po punoj në drejtim që të kem prap momente të mira të bëj vetes, edhe mos të kënaqem me ato, dhe mos t'i kujtoj ato, vetëm ato të mbesin dhe tani është, si me thonë, është në alë sahati, por i kujtoj me shumë dashuni. Sidomos kur hy
Me kërku në një fotografi, kur kërkohet për ndonjë emision, ndonjë dokumentar, në gjë që në kolegi yti më tregon që në bazë fotografive të ndërtohet emisioni, aty shoh krejt jetën time. Edhe i kujtoj me knetësi, po të them që unë nuk ndalem vazhdimisht që t'i afroj vetës, familjes time, shoqërisë time, publikut tim knetësi prapë. Jemi tash e përmendë dhe më thonë që e shpallos fotografin, po i shpallos dhe më thonë dhe kongët. I shpallos dhe kongët atë. E ti që njëna pas tjetër dhe më thonë se cila kongë që ka pas atje honën e vetë dhe ka pas atë dashnin e vetë që ka mirëprit publiku. Po a ka pas ndonjë kongë që në fakt ti nuk i ke pas pritshmërinë asë 10% që ka me dhez, e po është sot një super hit vallaki. Shiqo, unë kur jemi të kongët, do mos do që duhet të përmend kongën që kemi i fiti që po qanë, në vitin 85, e cila më njëherë më ka bo Zeni, i njohur të publiku. Prej kongëve kur kemi fillu, sepse ne në Gjakova atër kemi marrë kongë prej radio-televizionit të Kosovës, radio-televizionit shqiptar, sidomos, jemi furnizu. Dhe pastaj kom fillu bashkëpunim me kompozitorë tjerë, edhe vllaznimi ka komponu kongë, pastaj kom fillu me Ilir Beranin, me Gjevdet Gashin, e shumë të tjerë që tashti më i përmend gjithë pa arrejt ikon me nëhot dikush. Pa tjetër se është kalaja e Ulqinit, e cila ka pru një publicitet, ka marrë një famë të papritur prej meje, me të thonë të drejta. Por kur kthehem dhe i kujtoj ato vitet të Ulqinit, ato vitet 90-ta, sinqerisht për thëmë që ajo kongë është fix për atë periudhë dhe ato pritshmëritë që të thash përkojnë me te, nuk janë atë shumë sa që ka qenë ajo atmosferë, më mendoj që ka qenë një revolucion i gjithë shqiptarëve të Kosovës, të cilin e kemi bardë krejt jetën tonë ata 2 muj, 3 muj në Ulqin, sa kemi qenë atje. Unë për tëmë që kjo samër shkoj, dhe më thonë, i si vje që samër një ka familjabit, se i kom realizu gjitha, po unë e kom bo edhe një apel, dhe më thonë, të gjitha ta, dhe më thonë, të mrenda përmrenda emisionit, nuk e ditë me kënë jem konë intervjisë, nuk kalon kush për mësafirve, pa ma përmend kalon e Ulqinit. Edhe kur jemi të kaloja e Ulqinit, edhe në tonë publikisht, kisha pas qef që vitin tjetër, në fakt me të pas ty mësafir, me të pas afrimin, me pas danin, me pas krejt komplet juve të cilë fakt kini jep shumë për natë periudhë, dhe me thërë për Ulqinin. Unë me muj keni qëndru atje, me muj në për një vendit, një vend tjetër, për një 2 muj, 3 muj. Po, unë me muj, po e thëmë se 2-3 muj që s'po e përmendi. është knaqësi me të pas atje, vitin tjetër veç. Ulqini tash e përmena, edhe me njerë më rënë që të thupi, sepse Ulqinin jo veri prej viteve 90-ta kur kemi këndu, po unë kam shku atje si thmi prej viteve 70-ta, dikun me prind kur kemi shku, edhe jo unë, po gjdo kosovarja se i kohë, e kemi të njëjtën nostalgji, sepse pushimet ne atje i kemi bo. Dikush ka shku pak në Greqi, që i kanë pas në të kohë kushtet më të mira ekonomike, dërsa ne të tjerë të kemi shku në Ulqin. Ato kushtet që i kemi pas, sidomos Gjakova, Mopeja, mos vetë. Do më thonë, ka qenë një stacion kur ne jemi taku me njerëzit, kemi kalu ditët më të mira të pushimeve tona. Do më thonë, jemi mbledh 1 vjet për më shku ato 10-15 ditë në Ulqin. Pastaj janë vitet e muzikës që janë vitet të paharrueshme ato. Kemi qenë me një fart 1 kilometër në shta 5 muzika. Kom qenë unë, Baca Ismet, Afrimi, Sinani, Korona, Irma Libohova, ka qenë edhe një stres i madh, sepse ajo egoja e personale, se cili që a unë bush, që shkoj, që shkalove, do më thonë, ka qenë goxha një stres me të thonë të drejten, por me gjitha atë stres e ka një bukuri që një kujtim që nuk harrohet, është i pashlyeshëm. Unë uroj që vitin tjetër mi pas këtë juve. Këtë juve që cilë kini japë shumë për atë vend, edhe uroj që sa më një kafe vlabir, mësë ma kjellë një ditë, një kuna me shumë që unë kom ju që këtë komplet, kena me qëndru vitin tjetër. Zënë, kur jemi të kjo natë, dhe me tonë e veçantë edhe që është për mu bashkë me ty, sidomos dhe me tonë kur jemi afer, e kemi ka një godë vend, kemi hekë sonë të kafen në prej vetës, po me kënë ka marrë madhe me shiu një vend.
me fol, me bo muhabet, me mi kujtu ndërsa momentet bukura. Po. Më ka marrë malli edhe jo më ka shijoj. Më ka ardhë vajza mas 3 viteve për Amerikës. Bravo. Dona me djalin, me nipin tim, edhe Dhe më thonë, po shijon çdo minutë. po çdo shijoj sekondë. që 3 ditë ka ardhë dhe po shijoj çdo moment me te, edhe kur u dakordum bashkë përmes atij shokut ton, ai e ka ditë Gentiani Gentiani, po. që 3 ditë jam ka ja kushtoj vetëm me Donës, edhe do t'ja kushtoj deri me datën 20 korrik sa do t'jetë atje, edhe një gëzuar për Edonën. Gëzuar për Edonën. Faleminderit shumë. Edhe gëzuar për ato atje që është. Faleminderit Për shumë. korabin. Tashti masi po qojmë këthe për Edonën po qojmë i herë. Edhe është zoti që unë sa ma marë parë ta marrë vizën, edhe të shkoj të qoj edhe një gotë me korabin, me nusën genën e me mbesat e mija. Zan, a ka pas në një moment gjatë këtyre viteve, di që momentet shumëta dhe momente shumë bukra i ki pas tjetës, po ka pas në një moment që e ki pi një gotë me dikën, po që në fundit e ki vlej që nuk ja vlen me qunatën ose me pi një gotë vend me të. Unë mendoj që nuk ka njeri që si ka ato momente, sepse në jetën tonë takohemi me njerëz. Po, me të thonë të drejtën, ato momente i kom pas në pakic për fatimin, do shta edhe unë si person, si karakter, kom mbledh rreth vetës gjithmonë, jem mundu me mbledh njerëz të mirë, me të cilët e shijoj, edhe mos të vi në atën emocion të cilin e theti që pse e kom piket venës. Po me gjitha të jetë është labi e gjatë, është takosh me njerëz lloj-lloj të ndryshëm, në vendet ndryshme, në momentet të ndryshme, por me gjitha të unë i ruj kujtimet e këto tjerat. Të bukra, dhe më të. Bukrat që merë malli me pi vend me dikon. Pa i përfshi familjen, po e lojmë në më thonë familjen tënde, po me kënd e kujton verën më të bukurën që e ki pi, po mendoj prej kolegëve. Me kënd ja vlen, dhe më thonë, me dalë me pi një godë verë me ta. Prej kolegëve? Prej kolegëve, me kënd ja vlen, dhe më thonë, definitiv që ja vlen, dhe më thonë. Po. Tash ti e ka donë për më duket jashtë orkestrit time, Po, jashtë, sepse edhe orkestra jote është pjesë unë e derisa jote. kom qenë, E jotja. jo, tash jam pa orkestër, kanë ardhur rrethanat e tilla, po unë aktivitetin tim 99.9% e kom pas me shokët e mi, Zenelin, Vllaznimin, Elysin edhe këta shokët e mi. Me shokët e tjerë kom shumë, me të thonë të drejtën, po kënaqësitë veçantë ndjej edhe në bazë bashkëpunimit se tash po du me balancu këtë që më theti, edhe me arsyetu edhe paka shumë edhe vetën të gjithë të tjerë, edhe du e pi me mall edhe me kënaqësi me kastretushë. Me kasë. Kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë me te, edhe mendoj që kemi lanë gjurma ato 5 koncerte që i bom, të gjitha që i kemi ba, kemi sjellë para publikut ato këngë me tekst originale, fix ashtu si që kanë qenë. Gëzuar për ty e për Kastriotin, Hajde, një gëzuar. kombinim i jashtëzakonshëm. Faleminderit. Jashtëzakonshëm edhe Faleminderit shumë. edhe vlera që i keni treguar ty, domethënë gjatë atyre këngëve, domethënë është pa përshkruar. Zan, kur jemi te këngë, sa e ki vështirë domethënë me vendos me bo këtë këngë apo këtë këngë, për shkak se ju sa më shumë që krijoni aq më tepër, domethënë nuk i pëlqen gjithçka, ndalen jo kjo s'ma bëj ka jo kjo bën, domethënë i gjeni shko shqip kajde vetë ti i gjeni. Po. Labi, aty jam mjaft i rënd, mjaft i vështirë me të thonë kur vjen puna me vendos për cilën këngë ose cilin tekst ose çka. Po ta përmendë një rast tani kur bashkëpunimin e fundit që e pata me Gentian Gojanin, Daja me Nipin, edhe Gentiani u afru dhe më tha Zen, kom dëshirë me bo diçka një duet me ty. Thash, okej Gentian, po ta ndëgjoj materialin mas parë cili është. Edhe me të thonë të drejtën, ka qenë teksti i këngës, Daj e Nip, si teksti pa prekum, teme pa ndëgjuar asnjëherë, edhe ajo ka qenë arsyeja që kom vendos me realizuat këngë dhe mendoj që dul një bashkëpunim shumë i mirë. Po edhe për ku doj me dal tani, ka qenë periudhë gjatë derisa kom vendos. Këtë probleme kom me gjithë nështë
kompozitorët, jo problem, sepse secili ndodh që i thu që duhet të bëjnë një këngë dhe nuk të pëlqen. Është e natyrshme që po me të thonë të drejtën gjithmonë ndihem keq kur vje puna me thonë labi çupe se që ky refren nuk o kam pëlqen, a mundesh me bëj diçka të ky refren ose kjo pjesë e tekstit edhe ku ta diu ne nuk është kam përshtatet, çka muj me bosh. Po janë pjesë të cilat që aty janë bukuri komplikuar, me thonë, jo më komplikuar me Xhenin. Pastaj kur je me Xhenin je edhe me bashkëpunëtorët që ti si e ka bën vetë atë. Po du më ndalë tek projekti i fundit. Këtë projekt, Shamia Beqarit, si këngë e ko marrë nga Fatmir Lela, tekst e muzikë, para pandemisë. Edhe jo po bojmë tash, jo tash. Edhe kom shku të... mas pandemisë, pas sa kohë. Kom shku të Edi Balili, kemi fillu pak, ndodhi pandemia, edhe u bon që 5 vjet i lam pandemia, 5 vite edhe ja tani erdhi dita. Do me thonë, konga, teksti dhe muzika në të Fatmir Leles, orkestracioni është i Edi Balilit, videoklipi është realizu me Max Production, është bom me një vend mjaft karakteristik, me një vend, do me thonë, sepse konga është tipike Shqipnisë mesme, edhe e kom gjithë Krujen. Kemi shku në Kruj, me një restoran, me një vend shumë të bukur, edhe jam shumë i kënaqur me videoklipin, mendoj që është një ndër videoklipet më të realizuar aty. Unë kom pas fatje e kom pa, dhe me thonë, e kom shiku, e kom analizu, dhe me thonë, kish marrë mhalli, dhe me thonë, me pa... Jeni ndër të parë që ta kom dërgu, po të thonë të drejtë, një ndër 2-3 vetë që e kanë pa. Më ka pëlqy, dhe me thonë, kostumografia, tradicionalja janë, e rujtme, dhe me thonë, gjithë shkapi, por edhe më la për shtypje, dhe me thonë që është tipike e Shqipërisë. Që të pak na e kallim Shamin e Beqarit. Jena të pak, ata do me thonë nuk ka dasëm që nuk kallet Shamin e Beqarit. E të na aty këtu ndë një dasëm, pa atje, do me thonë së cila dasme Beqarit dhëtë me kallë. Ne kemë për shembull në dasmat tona kur hin nusja është tradicionale, sa bukur ka dalë nusja. Në Gjakove knojë mo zamak i barsi, nuk ka dasëm që s'knohet, dërsa Shqipnia janë më strikt, sidomos Shqipnia mesme janë me këto tradita. Sepse përveç hyrjes nusës është shumë tradicionale kërcimi i parë kur bëhet me nusën me ku shkërcen Napoleonin. Edhe djegja e Shamis Beqarit. Nuk përfundon dasma, po djeg Shamia. Si digjet Shamia Beqarit? Po, ajo përfundon gjithë shkape. Prandaj ato titullin e kemi zgjedh, pse nuk ka qenë si titulli i përcaktuar, bashkë me Edi Balilin e kemi përcaktuar Shamia Beqarit. Edhe domosdo që e bom edhe atë ceremoninë në fund të videoklipit që është djegja e Shamis. Është realizu mjaft ka dasht për kushtim, ai tash ti më shku prej këtu në Tiranë me mbledh gjithë ata njerëz, ekipen është problem se thëjke ndjes pas Xhomizini thëjke ma zërë është me mbledh 10 muzikanta se një thes pleshta. Aty u desht mu bo një ekip shumë e madhe, 20-30 persona, edhe në krejtën në qytet tjetër, po ja rritëm, edhe ka qenë mirë, karakteristike saj edhe jam i kënaqur që edhe jam i lumtur edhe i falenderoj që kanë marrë pjesë edhe pleshtë e Krujës, grupi karakteristik i Krujës që janë. Ata pleshtë që i njohim, nëse ata kanë një ndrume gjenerata, po është si grup, si me thonë, Hajdardushi, Gjakovës, ose Ganime Tërbeshi, pleshtë e Krujës kanë qenë karakteristike e Shqipnisë së mesme. Edhe ata janë pjesëmarrës në videoklip. Zeni, unë e di që për shikuesit e emisionit Një Kafe me Labin, do ta ndjekin videoklipin, po për YouTube hynë tek Xheni, dhe me thonë, sepse në YouTube nuk transmetohet, është kanali i Xhenit pak ku transmetohet edhe kanga, mundën e me hyme, kliku, mundën e me bo share, mundën e qka da. E bukur është kur përshkrahin kolegët kur ta bëjnë share një kangë? Shumë e bukur. E kur s'ta bëjnë share, është e bukur? Shumë e bukur. Dhe me thënë e bukur është kur përshkrahin. Është e bukur. Unë më stëm krejtve, po shumicës aty në që i adhëroj e që i dëgjoj. Mundosh mi bo share të pak të mja bo like edhe mja pëlqy, mja uru, mi thonë suksese. Unë viziti me thonë jam me fatë dhe jam falenderus që jam pjesë e jotja. Faleminderit Lavi, edhe është e vërtet edhe ti e pjesë e jone sepse ka kohë që merresh me këtë sport. Edhe e ke punu shumë mirë, ashtu që shke diti, edhe mendoj që i ka 20 vjetë dikun, 20 e sa, që je mos t'i përmeni ato që ke qenë valtar në Dugagjinë kur kemi ardhur ato vitet, po
Je pjesë e këtij rrugtimi tonë, kështu që edhe unë të falenderoj për kujdesin që ke pas vazhdimisht për jo vetëm për mua, por të gjithë artistët, sepse të përcelli edhe dëshiroj shëndet edhe gjithë të mirë. Gëzuar Gjithë atyre që po na përcellin, edhe shpresoj t'ju pëlqej videoklipi dhe kënga ime. E pash një verë të mbarë, të shëndetshme, me ta rujt Zoti vokalin, edhe mbi gjitha të realizosh gjitha të dasma të cilat pati ke. Gëzuar me Shamin e Bishare. Gëzuar. Ka dhe djalo Shamin e Beqarit, ke marnu se si Zarmali, duje forsi sy. Kjo është pjesa e parë, jam falendërues Prishtina Tiketit që është në udhëtimin tem, IPS. Shkoni drejt IPS, sepse ljoja shpërblyese ka fillu. Fibula, faleminderit që është në lider në vend. Patos, faleminderit që është pjesë e rrugtimit tem, pjesë e Summer Një Kafe Mlabin. Aromën e kafes ju e dini që unë nuk e ndroj asnjëherë në studion e emisionit Një Kafe Mlabin, por edhe në shtëpinë time, bësa edhe në shtëpitë e juaja, pa vini aroma e kafes vjen. Faleminderit që është e imja. Valone, Palma Clean, faleminderit, nuk ka harrova asnjë tjetër. Me marketing shkojmë, e më njëherë pas marketingut vjen pjesa e dytë. Është Mubi, sonte pjesa e imja, por është edhe Shqipreu në Kafe Klubit. Më mirë se erdhën Një Kafe Mlabin. Mirë se gjeta, knatësi. A përse si të vjen atë qti me punu? S'katën atë duhet me punu, si të vjen me njëherë të më thonë që lumi të alqoj karikën, tha hajde ullu edhe nisja. Faleminderit shumë, hajde, mirë se erdhe, është knatësi që jemi bashkë sonte Një Kafe Mlabin. Vazhdo kafja përgatitet edhe ty atje, që e kremi po e bën gati. A më si e për patos? Jo një. Aty nuk pate mundësi, dhe më tonë. është kënaqësi që jemi bashkë të Një Kafe Mlabin. Faleminderit shumë sonte që je bashkë me ne dhe do të ndajmë disa momente të mira të bukura. Kënaqësia dhe imja, faleminderit shumë. Sa vite t'u bon që mirë është komplet, dhe më thonë, me krimtarinë e muzikës, për ma shembull, me përpunimin e këngëve, me sintin ti, me mbramjet muzikore, dhe më thonë, që cilat shkan. Po tash që merrna me muzikë, si kam e fjalë prej zvoglit. Prej zvoglit. Edhe qashtu prej zvoglit edhe tu studiue, tu mësue, tu lumtue, pak ka sinti me pianon ma shumë jemi kur dojna me u relaksu, me marrë në ide ati në studio. Me mbramje aktiv, nështë disa vjetë. Të ka ra me punu me shumicën? Me shumicën, po. Me shumicën të ka ra? Mendoj për shumë performanca live. Po, të këtë live-i po flasë në për mbramje, në për dasma, të ka ra me shumicën. Po. Është shtirë pak me punu me ta, po jo? Po, në për darsma nuk o qatë shumë shtirë, se gati qatë kongë janë, po kuptan, e veç, po mendoj ka njerë krejt qatë kongë, po gjdo muzikant që është me sinte ka stilin ndryshe shpelun, ose mendoj me pjesët e ritmeve, dhe pse një shumic me sint që merën, jonë të punu me produktin, që kem na është HMS-et,
Së njëti kam edhe vlau Binjak, ma shumë a i bon këtane në sinti programon gjdo sen. Po kret vështirë nuk o iq. Mub, qështë janë raportet me sintashat e Kosovës? Ki pas kontakte, ki pas raporte? Kam kontakte, shumicën e njëfëm me shumicën, shpërndajmë shumë respekt, si kur vi këtu më respektojnë shumë, po ashtu i respektoj edhe unë njëtë kur vi në Macedoni, takohem, bjenë më taku, si këtu, si ate ka njerë, kur vit në Prishtinë, për ne punë për diçka, nuk du as me kontaktu, se si ta kontaktoj, jes të nga... Po, jes të nditër e me ta. Nuk qënë, jo, po bëjmë abet, dalim, hecim, edhe tana mjetë me nejtë gatë. E ka njerë u thomë, vitë shpejt kry punë edhe këthena në Macedoni, se njesim gatë të bëjmë abet, ama shumë raport mirë ka me gjdo për. Oshte pa mundshme dhe më tonë që mës me pasë edhe ti, po e marë shambëllë dhe vlau këtë rast masë dytë, edhe pse nuk e kom ditë se kisha pasë qef dyve mi u pasë në studio, masë edhe dy binjak, dhe më tonë edhe interesanti kishë qenë edhe intervista, po të regom tash të kjo pjesa e sindit. Keni pas dikand? Keni pas një inspirim për dikujna? Dhe më tonë ma heret, dhe më tonë e keni përcjellë dikon që ju kalon për shtypje për shambull që ky sintash ka qenë dhe më tonë jashtë zakonshëm edhe jeni frymëzu një familje. Se shumica edhe ne po e marrë shambull, qoftë edhe të këngëtarve, apo qoftë prezentuzve, apo qoftë futbolistave, e kemi ka dikon që e kemi përcjellë dhe që ndoshta e kemi pa vetën e se mas nese që muj me qenë si ta ose ma të mirë se ata. Puna sa për inspirim që merën ose me piano, ose me sint, kena pas plot që kena ngu plot, po kur vjen fjala për të sinti, inspirim për të pjesë e produktit, jo që inspirim, po puno kur kena performu live, kur do të qofta mbramja, dasma, sene, e kena pa që duhet diçka me u bo diçka ma mirë, me t'inglu masije, veç me një sint, duhet për një me punë për medal mirë. Tash, para që këtine dyseteve që jonë përfundu, vjen keq, ama jonë t'inglu disa ritme shumë jo mirë, jo për me këcije, për me knu. E tash, tu e mendu gatë, tu punu, tu ngu gatë, qka duhet me bona e ndryshim me sjellë, që tash vlau ka punu shumë, ma shumë i asaj pjese, edhe janë nisi me punu, me mendu, me pru diçka trensin, për me t'inglu ma pastë. Vlav është ma shumë i fokusum të sinti, kë është të përpunimet. Kur flasim të përpunimet, po du më ndalë tash, edhe arsyeja pse jemi në i son të këtu është, këgja një jehun të madhe, kam pas përpunimet, apo remake, apo riorkestrime, dhe më tonë, e shumicës prej kongve, dhe më tonë, të artistave tonë, që i madhe Sabri Fizullahu, po e marrë shembull, pastaj ka qenë Butrin Timeri, Melinda Ademi, Bardhi, Teuta Selimi, Nejati me Remzi Osmanin, dhe më tonë, Ermir Ibrahimi, Liri Tahiri, dhe më tonë, edhe shumë emra tjerë, dhe më tonë që ju i ki punu, i ki ripërpunu, dhe më tonë kongët. Po, e tash, kur vjen të kjo punë e remake-ave, riorkestrimit, se po ndalëm të Sabri Fezulaj, o konë shembullo shumë vështirë për një kongë që ka shumë hite që ato ritmike, o konë shumë vështirë për me pruti një verzion remake, se duesh me pas parasyshat, mos me prishat originalin, mos me dëmtu kongën. Po, dëshna me cekë se ka pjesë e diasporës, janë ma shumë ma të dhonun për shqiptarizëm, e thonë. Përgjithsi, dhe më tonë, ata folklorin e dojnë qitilinë, e dojnë tupanin, e dojnë, dhe më tonë, defat, e dojnë, dhe më tonë, ato të sade tradicionale të anat. Po, mu më ka ndodhë shpesh, atje në Zvisër edhe na për Gjermanin, shumë vende që shumë e remake që ende lëshon na për diskot, mlaja e klabe, shumë vende, e kam vrej që ato ma shumë i emocionon ajo pjesë e tupanit,
e këtyne suleve pak ma ndryshe, ma modern e qiftelis, kur i kombo këta këngët e Sabris, edhe janë shumë tana për... Unë i kombo veç një këngë, tana më ka kontaktu, do edhe tjerat, kom do rastësisht... Cilën këngë ke bërë të parë Sabris? Fshatarja ime... Ishim fëmi, Po. të rindur në njëstin... Edhe... Okej. Lumë, mos e më shtirë pesot me Sabrianën. Të të që ma knove, se katastrofe knove. Sabrianën ta o zemër të dua shumë të edin. Përshëndes shumë edhe... Dhe më thot, e bukur kjo, kur të e bën ti një këngë edhe të thret prapë Sabriano edhe të thot, po i duhe edhe tjera. A i ka ndodhë të një mbrami atje në Zvicër, edhe kjo pjesë e përpunimit këngës ati, i ka pëlqy shumë, edhe ashtu kështu me Ermali njifëm shumë mirë. Edhe më ka kontaktu, më ka thonë e komunite për mirë tash, po shumë faleminderit, shumë fjalë të renit tash, po puna edhe puna e kujdesit, me u kujdesit, mos me dëmtu këngën. Tash une jom të i bori me në verzionin ma shumë që i prek diasporën, sa ato e dojnë ma shumë qatë pjesën që tash me... Nuk ka veç diaspora, ja ka njësë në Kosovë, do është edhe Macedonia, dhe më tonë, edhe kjo pjesa e Malit zi, dhe më tonë, shqiptarëve, kështu që nuk ka lidhje, nuk kena ndasë, jena bo një, sa i përket ritmeve edhe me... Edhe ato, tana më ka lyp me jabo edhe kongë tjera që i ka pas ma ritmike, gati kreq ato hite që i ka pas, ja ku mbon një set, e tash në gjdo mbrami i lëshon, në gjdo vend, gjdo herë tu mu faleminderu, shumë herë. Po, i thomë, s'ki nevoj se unë kumbo me qef, diçka interesant, që mendoj ka dalë ndryshe, po t'inglojnë mirë, i lëshon si Sabriano, si na për vende tjera, na për diskotekat mëdhaja. Njerë për njerë po t'inglojnë mirë. Këta tjerët po më interesan, butrin ti kur e ka ndëgju të parën, a ki marrë lejen para prakisht, apo... Po. E ka ndëgju një herë pas sajtë më tonë? Po, e ka ngutan e ka marrë lejen për me lëshu, na për mbramje, në gjdo mbramje e lëshon atë remake. Më ka thonë, po më pëlqen edhe pse në shamuj me thonë është këngëtari vetëm që nuk donë me përzi shumë na për këngë, kupton. Po i ka pëlqy shumë, i lëshon na për në gjdo mbramje, sidomos në diasporë. Edhe ka dalë interesant, diçka ma ndryshe. Melinda? Njete dhe Melinda, ajo e ka qatë këngën, ku edhe ajo ka një pjesë ose një fjalë që i shkon ma shumë, ka njerë edhe fjallës në tekstit popullor që është e marme, e ka të këngën e kusht ka rejt, edhe ta në ja ku më dhonë iden që mundet me dalë shumë diçka ma ndryshe, hajtë provojna, e kena kry këngën, ja ku më lëshu, këtë verzionin remake, e ka pëlqy, e ka lëshu edhe ajo e përdor. Okej, nice. Mob, në gjati edhe Remzia, apo Remzia edhe në gjati? Po, ta tash i kanë kretë gati kretë këngë popullor i kanë, po puna unë të disa këngë remake që i kom këthy diçka, ke këta ka o kënd e kunder ta. Jo ma popullor, po diçka kretë ma modern, ma ndryshe, po prap kur ka ardhë pjesa, ka njët prap që e melodia e popullores, veç du me thonë që ajo pjesa e bitit, o konkret diçka ma ndryshe. Po që lëshon në për Evropë, në shumë vende që kanë shumë audience dhe jo në rritë edhe të kongve që i marrin, i përdorin DJ-at, i lëshojnë. është vështirë me realizu, dhe me tonë me mendu idenë, që është bohë, që është vjen dhe i ajo? Ka njerë më bjenë shumë ko, veç të ingu kongë, për me këthy në remake, që në verzion tjetër pak ma popullore, se ma që kena ma për zemër e Tupanin e Ciftelin e Tasene, po ka shumë kongë që s'mun është me i ba. Shemull do të me konë edhe kongë e pjese vjes melodike. Këto do është ta me të pyjtë, me të në, a ka në një kongë që ty o zëtur, që pëse s'muj me bo? Pëse s'mundet mu bo? Disa kongë ose shumise. Në me thonë janë që... Shumise, shemull kur
kur po thom remake, unë veç jam marrë pjesën e vokalit, aty çdo instrument, beati, sene, krejt, ato bom prej fillim, ja, po kupton. Tash kur vjen te pjesa për me bo melodin, si shumica e ngojnë kongën, e din tekstin, pensë e këtë kongën e Butrin, moj dashni që ka e kënojnë krejt publika, po kur vjen e pjesa e melodis, që vinë të panat e... të panat senet, duhet me konë shumë interesant, shumë e përshtatshme ajo pjesa e melodis për me tiglu tamam që duhet në pjesë të harmonive, çdo sent. Po ka disa kongë deri aty mirë, kur vjen e pjesa me nuk të pana surle qifteli, nuk del ajo çka duhet. Edhe që ati po... stagnon. Në shumë kongë remake që kam dash me i bose, që kam nisë me i punu, më ka ndryshu mendimi dhe në atë pjesë, këmë thonë, kjo nuk duhet me bo. Ose nuk duhet me u prek. Tash mundesh me bo që ka dush, po, a dela jo që ka duhet me da. A ka ndonë në një kongë që ke bo, po që nuk i ka pëlqy edhe nuk është transmetu, edhe është në arkivën të ande? Jo, deri tash që kam punu për ta kongëtar që i kanë lishu për remake-a, jo. Gjithmonë o konë e pëlqishme se du me lidh prap, ja kom zjedh kongën. Shumë nashte ka pas një kongë para 2 vjetë ose 3 ose ma shumë, po ajo u ka përshtate e kongë. Edhe i ka pëlqy. Më da shumë ko për me dit a mundet me u bo, apo s'mundet me u bo. Okej. A ki ndonjë sanë për shembull që ti e mendon mos hiç mos me përpunu, po me bo prej fillimit ti vetë diçka? Po, edhe kam edhe kongë të re që kena punu. Mendoj, zakonisht kjo në studio, kur punojnë 2-3 vetë, gjithmonë del një projekt ma interesant. Tash ka kongë të re që tash jënë të dalë, në pjesë kam punua diçka në instrumenta, ose beat, ose diçka, ka edhe kongë të reja, po kur ka qenë kjo pjesë e tive ripërpunimeve, kanë marrë edhe për me shumë ko. Edhe që thash edhe parës, për me dalë mirë, do të shumë ko me i punu mirë, me i punu gatë, për me apruat ndryshimin. Po ka edhe kongë të reja që tash kanë me dalë, që kena punu me disa producenta, ka një pjesë, unë një pjesë ato. E përmendet dhe më thonë trejmë, për kënë po punohet konga e re? Konga e re që është me eksaj Eglit, me Fifin. Me Fifin, okej. Ati kam punu një pjesë kongës, edhe ajo përmbanë Dhe më thonë, ajo veç dull, dhe më thonë, ajo veç dull konga, dhe më thonë, edhe dalë dull edhe ka gjaj sukseshme, dhe më thonë, ka gjaj e honë. Ka edhe disa kongë tjera, shumë që janë dalë, po ku dësha me lidhë këtë pjesën e kësaj ripërpunimit, që ta shë se më kalon edhe shumë ko për me marrë ma shumë ko me muzikën më marrë. Për kongë të reja, për melodi, për diçka, se ma shumë për atë pjesën e aranjmanit, po me nëse ka me pas diçka shumë interesante edhe për melodia ma ndryshe, aranjmane pak ma ndryshe, tu ngu shumë, për remake-ave ato ka njerë qelin edhe shumë rrugë, por me kriju diçka të re ma interesant. Me kënd ka marrë malli për me pini kafe? Po tash, masi u kry kjo ferma, e pres Big Mom. Me artë ajo Ku sa nervozat i ka pas aty mrenda? Ko që ka të kalëzën? Tash ato, ajo prej në të nervoz, si të këthet, pim kafe dhe veç kur t'ja njësë, tash darës ma të sene, ta prej në stresit, në stres. Ma prap e kom një kërkes. Big Mamës, ti këtë, gjelezon në mua, remake, a bota, ja? Jam të ja punu, të thuj gati kretë kongë që i ka shumë ma ritmike, edhe po ja punim me qatë shumë kujdes, si du me pas që ato, mos me menu njona me ndryshu diçka, po jom të menu me u përshtat stilit asaj, ajo qka po donë, se ajo po donë të kretë diçka ndryshe që nuk mundet me u boqë ajo, po që ta shumë të punu ma ka dalë, ma i kujdeshëm për me u përshtat, për me
por me thonë, mirë, okej, bo diçka interesant, mos me i lonë shumë hapësirë, me më thonë, mu bjaj dhe bëna këshu, pak kjo këshu për jo. Astret, a më s'kina i pyetje të të varqe kështu, pyetje tamam tipike të të varqe për këtë Gostivaralin. Se zakonisht realizatorin, për shembull regjisorin e emisionit, Astritën e kam të të varë. Gjibojsh majrje, majrë, a këndoj pyetja ajo? Gjidebajsh. Një qaj mali. Një qaj mali. Ej, gjidebajsh dhe gjikibo, majrje taj, unë për të falenderoj për zamërsisht, faleminderit shumë që ke pjesë emisionit një kafe më labën sonte, uroj edhe besoj që edhe ti ki kalu mirë, por një farë mënyre kemi shpalosat punën tonë dhe krimtarin tonë dhe që cilën fakt e punon. Shumë faleminderit për ftesën, kënaqësi tash me vazhdu para me qëta që më të i bo me ndryshimet, me sene, edhe njerë shumë faleminderit për ftesën. Uroj që jemi për të mira veç. Shihemi për të mira, nëse jo në Prishtinë, pa tjetër se në Gostivar këna më pase. Po. Edhe unë në gjatë sezonës. Gjatë sezonës verës. Edhe ti jena. I kam të dajre. Edhe unë i kam, edhe unë do mramje. Ndalju pak që është e vërtetë
pak s'është e vërtetë, se zemra ime jeti vetë. Faleminderit, Ilum, faleminderit. Faleminderit për i thëmë këtëve dy maestrove të mi që i kam javë për javë të emisionin Një Kafe me Lavin, që prej hajde. Faleminderit Ilum. Po të thëmë që je është knatësi që... Mirë që gjeta. Pjesë emisionit Një Kafe me Lavin, faleminderit shumë. Faleminderit, knatësia është gjithmonë e përbashkët, se nasimisht të vjetër, gjithmonë respekti është i ndërsjelt, a me najtë në koma mull. Ty qësh një është marra hatë. Nëse një është marra hatë... Ja, për qonë në kom. Respekti normal që është i ndërsjelt, edhe normal njeri gjithmonë kur të fton të respektan. Edhe të vlerëstan, kështu që faleminderit për juve dhe për të gjithë atyne që përnashojmë, prej maestrës që na përcjellim, edhe karmonat mi përshëndecë, zakonisht i harrojnë. Jo, unë si harroj javë për javë. Pa ti si harrën për musafir ti harrojnë. Nuk i harroj javë për javë. Faleminderit Lum, faleminderit Taulan, faleminderit për gjithë shkafin që e jepni për emisionin Një Kafe me Lavin. Shqipërim, jemi bashkë këtu, jemi tek pjesa e kafes. E di që e kremi veç kafet i ka përgadit edhe për ty edhe për mu. Uroj ta shijosh deri në pikën e fundit. Kur jemi te kafja, unë duhet një falenderim pa tjetër pavinit për aromën e kafes që ma jep, por edhe një falenderim për krejt ata cilët fakt kënë bashkë me neve, ishim bashkë me blokun e marketingut, qoftë Një Kafe me Lavin, qoftë edhe të radio televizionit njësë të një. Falenderit shumë cilët jeni pjesë e udhëtimit tim. E pinë kafen shpesh, shumë kështu? Jo shumë, dy, ndashta mund ndodhë në njerë 3, për rastet ralla, 2 kafe, në mëngjes normal një kafe, adin dhe sa të këthjelna me full, me janis me full, mas pari me të shpista në me tjerë. Pa pi kafe për taj dhe me full. Kafja e parë është vetë, apo me këndësht? Vetin 100. Vetin 100 të kalzoha, dhe ta pi vetin 100 jam, ta na këthjelna ka pak. Pa zakonisht, shumicën e rasteve, ndështë edhe vetë, fëmit në shkollë me obligime, nus janë punë, ta na do të muqu vetë që shtë si kur plak i ri, edhe me marrë ditën me një kafe. Shqipërim... Pula mirë, bela. Po, deri që tash 10 që e ki kështu. 10 që më falë. O, fanderit. 10 që më falë. Kur jemi të kjo pjesë e kafes, zakonisht biseda për cilat gjithmonë më abetin për cili rreth kafes. Me kënd ka marrë madhe me pi një kafe? Me kënd ka marrë madhe me pi një kafe, nuk ka mundësi me pi atë kafe. Okej. Një kafe që e kisha pi me një njeri që nuk është ma, ajo është baba jam i ndjerë, që atë kafe me pi nështë ta kisha pas shumë e folë, shumë. Gjona që nështë ta njetë raporti prind edhe Fëmi? Fëmi, se që gjithmonë një fëmi para prindit. Definitivisht. Nështë ta nuk i ke thonë se të kartë kesh, nështë edhe për gjona që për mu është ndështë ta mu ka ndokë banale me ja të regu, për realisht ishtë da është me ja thonë. Dhe me thonë gjithë shka në jetë, është njëri që normal që jep gjithë shka vesh një kafe dhe njerë me pimat. A vëdin për ato kom, edhe pse se cili mundohemi prindve me junet karshia dhe mi ju dalë haku gjithmonë, po hakut nuk ju dalim asë njëherë. Asë njëherë. Ty të ka prit me shiju pak suksesin edhe famën edhe krejt, po unë jemi së dirë asë ku jam, sa. E di që qëndronë mrapa me e gjithmonë, po kështu, sa i përket krimtariz, punës, sukseset, nuk e den. Raportin si raport... është e bukur që të ka mujtë, dhe me thonë me shiju pak. Pas raport shumë të afërt edhe shumë të mirë, dhere në një mos saktuma, ben që thashtë dhe ma erët. Po me pas tash, a i ka jetu në pej, për shemë me këto. Tash me konë është ta isha shku, gjithë dit me pi kafe në mëngjezit, për shemë, a vëdem. Ose gjithmonë kur unë të kisha pas s'ko me shku. Zakonisht në pritojmë për munisa tona, po kur... Po mi u thonë të gjithë ata që i kanë me audit vlerën sa i kanë edhe me kalu kosa ma shumë ta. Definitivist. Edhe unë pajtona plotësisht edhe ju thome dhe sidomos gjeneratave të reja.
me ndiku prind. Me konë afer prind. Na jemi në një gjenerat bashkë edhe gjeneratat tona jënë rritë pak më ndryshë me një respekt krejt tjetër në raport me gjeneratat ashtreja. Nuk po thëmë që janë tash këta gjeneratat keqe, se këta gjenerat premtuse dhe janë shumë më të avancum si kur na dhe shojnë botën më ndryshe, po në raport me prind, për shembull këta janë pak më ndryshe, se ju doken pak ma bola njerja. Ti edhe atër nështë Ramet Lia mu ka dok pak balë, po s'ke guzovë tas me thonë. Mi thonë, e tash ta thëtë. Po thëtë, adin thëtë bab mora, adin, unë kam qef me desh gjallin tem në rrugë, o, ma bre bab se adin. Po flaune, po du mu kërgjohë. Që me mba desh, unë e ondër, për shemull, ondër e për zhik tjetës, sa atër edhe nuk të kanë ofru ku me ditë sa, me ditë se konë pak mora, adin që shme afru e sen. Ta shëfran edhe thët lembre se, a vëden që ishë pa? Për para në kanë tonë, mos falni se janë esin lajmet. E tash me më ju thonë, a përshkanë dhonë pjetje të të shojë televizionin dhe këtu më thapën nga. Lajmet, që i përmende lajmet, qëto vjetë i bona, halat të ngu lajme. Halat të prit me u bo mirë, halat të prit shpres, a vëden të halat të thonë bëhet mirë. Bëhet mirë, jeta kam në ashku të thonë bëhet mirë. Për shemull të thët njani e shenë, qyrë fëjë, të mirë, okej. S'ka kur gjënë Kosovë. I thëmë jo bëse ka në Kosovë, atë vishë dush me pas pak më tevë për jetë dhe për punë se ka. Kejtë pëjtë. Jo, unë vishë e di që një grip për kur për të kapë kërë një mujtis për të shoj keqë, kështë që qatë fatë për e konë. Unë me gripa... Qatë fatë e po, me gripa jëmë rahat. Edhe unë edhe Hajdari atje që është, përshëndetje dhe për Hajdari, sa Hajdari o ka injekcione. Dhe më thonë u rahatove. Po s'ta shpak, tysen. Nëse kishë pas mundësia, me të jepë mundësia është Shqipëri, me përzgjedhë dhe më thonë me një person me pi kafen. Qoftë që nuk ekziston këtë jetë, apo qoftë edhe me dikant që në fakt e shenë, ndështë a e ki pa gjithmonë, je rritë me frymen e ti edhe ki thonë, wow, a mbjen ndë njëherë mundësia për me pi një kafe, kush kish me qenë edhe pse? Nuk e komendu këtë pjesë dhe nuk e kam atë njerë, apëtën që kisha thonë, wow, a dena mëj me pi në janë një kafe me ta. Që donë me rajtë, nëjsa e mëj me rajtë asë. Jo, me rajtë, jo, s'kena nevoj. Kërësisht nuk e kam atë njerë, tha shumë sinqeresht, ma herët që falem, dhe me thonë një kafe që mjetë zhegë dhe që kemi pi kafe, ba dhe sari mi shku më pej me Ramet Linji mi dalë bashkë, ke krejtë gjithmonë, po isha pas dalë shumë pak sa u desht me dalë. Sa u desht me dalë, po. Kjo pjesa tjetër nuk e kom në njerit preferum që unë e kisha thonë, wa, për mu krejt njerëzit janë të njajtë edhe i ndojnë vetëm profesionet. Nuk kom dikant që me thonë, ja adoraj njerëzit që punojnë, që janë punëtorë, së një pak për tacë, që duhet me punu pak ma shumë. Këto ta bjen pak vetëbesimi, pak krenaria malësorit, pak haja, pak... Apo mërvesh? Gjo që është koha që duhet shumë me punu, sepse koha të merë edhe generatet të reja kanë tjera ambicje, tjetër vullnet të punës. Unë me veti kisha pi kafe njerëves me veti me që ato që pëthu dhe kisha bo dërë shumë me veti njerë. A ka nëjë moment që e ki pi kafe në dhe i dëshpru me personin që ke qenë në një vend? Ashtu ka shumë njerës. Ndëgja, të na, që ndëgja, më një vetë të thonë ndëgja, të na është problemi që respekti, shumica e njerëzë nuk ta respektojnë respektin që ti e ki për ata. Më thonë se ti e respektan një njeri, a i mendon që ti e ki ose një interes për ti, ose për i tutësh, kështë popullor që shumë thjeshtë. Më thonë, ka individ të caktum që ti ke pi kafe me ta, je dal me ta, ke hargju kohë se ko është gjoja me shtraj që mund është me kushtu dikuja. Nuk është e i këmë dhonë porës për me këthen, jo, kohë, vla, kohën për ma merë. E ka shumë asi njerëzve që në jetë ju këmë kushtu shumë kohë dhe shumë kafe, edhe që normal jem dëshpru, për mund vjen keq për ata. Okej, për vetit, se gjithmonë im koni vedishëm, kur ja këmë falë kohën dikuj dhe këmë respektu. Për mund vjen keq për të tjerët, pse ti duesh në qatë formë me pini kafe, me labin, se nesër në labi diçka. Okej, unë nëse kam diçka i thëmë njeri trash, i thëmë direkt. Nuk kam nevoj e vla me lodh, njerin të dalë me pi kafe, ta na mi thonë, a vëden që si kore, tha thejke shoqe, tha më fënë thejke apë mbosh femen, po ti thujnë filloj më vla, më së lada, po mërver.
Thuj po m'pëlqen edhe kryja. Bash. E di që gjatë këtyre viteve të punës, gjatë këtyre viteve të karrierës, të vjen edhe t'jepet rasti dhe mundësia me taku shumë njerëz. Kush me kënde marrë mend, dhe më thonë një kafe që e ki pi dhe të kalon për shtypje edhe një të farë frymëzimit ka jep, prej kujna, prej cëdit, kështu po e marrim ndonjë personalitet po e marrë shemë, ose jo veç me dikën të familjes. Në vitet, sidomos prej, ndoshta 2007-2008 deri ka gati të pandemia, na kemi udhëtu shumë, kemi udhëtu dhe shumë bashk, dhe kemi punu shumë mirë. Pandemia normal që i ka rotullu të gjitha, i kjojnë e për. Për shembull një kafe që më ka dhonë motiv për punë, edhe më ka mësu që shmirujt paret është Mahmut Ferati, për shembull. Bravo, okej. Se na ka rorë shumë edhe me udhëtu. Normal, edhe me zanat, pa i ka do shembull i mirë i punës, edhe për moshën që ka, dhe me thonë që nuk ndalet. Ajo është shembull i mirë. Kafen e kemi pi, pa e këm pagune. Pa ma të kam mësu. Po, me mësu më kam mësu. Esenca është dhe me tonë të mësimi. Ja, unë e ku marrë diçka. A gjama më të na falë se pak me Omar e kemi, po. Shembull i mirë është Sabreu i punës. Po. I punës, po. Ajo është... Sabreu është i pandalshëm. Brand. Po. Sabreu është për krejt ata që zhgenjen prej punës, ose prej karrierës, do të me morë shembull Sabriana në Agjen Sabre, edhe me i gra punës. Nëse, në fakt, një kafe kish pas me përshkru jetën tënde. Ta shtregam ti mua, është e ëmbël, e jeth, apo e mesme? Me i botë të trija bashkë kisha dalë të mesi. Të e mesme. Kisha thonë e mesmja, se nuk është gjithë shka ze, edhe nuk është gjithë shka kopsht me lule. Pa. është një farmesi në jetë që na përcjell gjithë jetën, kisha thonë e mesmja. Është që prej, baticat, ngritet, ramje, gjithë shkafi, dhe më thonë, i përjetojmë. I mbanë me njerës të parë, që të kanë qëndru afër teje, që të kanë shty, të kanë motivu, dhe të kanë thonë, okej, vazhdo, esë për para, se ti mund është mja dalë qësaj punë. E ki fjallën prej fillimit karrierës? Prej fillimit. Kur kom vendosë në umar me karrierë, apo... Krejt komplet, prej fillimit karrierës, fillimi baza, dhe më tonë, kur ti, në fakt, po donë me bo diçka edhe dikush po të qëndrën mrapa teje. Kom pas shok edhe shoshni rrethit, që është labis, të si do të mi folë në syrë, shoku Avni, që më ka nejtë nga që përshëndesim. Ka pas kolegë të tjerë që unë kur jem konë në komedi para si me këndu arë, unë kom këndu kur jem konë edhe para... Gjeneratën e re, dhe më tonë në shkollë filore. Po, që më ka ndonë për shembull për kraja dhe kolegë të tjerë që s'moj mi cek krejt me amna tash, se edhe kom arru, që më thejshën për shembull, mos e qatë dam këtë vokal se ki potencial për me dhonë ma shumë. Po të na kërë kanalizova kënej, të në thanë pëse le umorin. Po ka njerës që më kanë përkra, më kanë shty, Kërshniku Avdeu, më kanë imu me kongë, më kanë imu në atë aspektin me u kanalizu, po është pak problemit të unë se kur kënën ma shumë zhondre, është pak problemi kanalizimit. Kur je vetëm në një zhondër, është ma let me u kanalizu. E tash kur kënën la jëg, mes me Shkodër, Veri, Vjetë, Zbavice, qka dush, tana është problemi kanalizimit. Kështu që unë e kënoj ato që kanë di. Për shembull në sonte, unë jem kongëtari nej dhe i dasma dhe i mbrami dhe krejt, unë ku mujtë me zjedh një kongë të dasma dhe sonte me kënu, po e kom zjedh një kongë arbreshe që egzistan tash e 600 vjetë që as tek të shkrusi nuk i dijet, që është hymn i arbreshve të Italisë, se gjithmonë me këtë kongë i festojnë vjetë për vjetë që i mojnë festat, me këtë kongë e kanë hymn ata. Edhe e bukura që nuk në nalin YouTube, se por dirë me në nalin. A po? Kështë që e bukura është edhe kja. Shqiprim, a ka ndonë në një herë me dalë, me pi një kafe edhe mu inspiru për diqka? Qofë për një kongë, qofë për një tekst, qofë për diqka, dhe me thonë,
tjetës tonë? Ma herët e bo muhabet puna e shkrimit. Po. Çdo gjë në jetë është dhunti, është talent, është një sen që ti e do nëse që të ka folë ty Zoti për ato, edhe ti kur e bën punën që e ki talentin, ti gjithmonë ki me konë i suksesshëm. Motiv gjithmonë t'jep kur qosh që thëmë në hon të mira, dhe në që qosh ka një në hon të mirë, e pi një kafe edhe e merë vetën, thu sa të këmë e bo. Këmë provu për shemull me shkru, me këtë honën e mirë, për me jherë hi lahna o dyqysh. Apo dhe qysh, mundona me po diçka se e lo. Via për shemull në herë këmë bo adin që i bojmë tash me Audia mi majt, po i këmë thonë vetit, ti je në skim. Adin, mësë mjë përzi ata që i bojnë vijat, ata që i bojnë tekstet, kom qesh gjithë kush me kry punën e vetë mirë. Se një sani mirë bot me ekip, është problem me u bo vetë, ndodhë në rastet e caktume, po jo gjithmonë. Para se me artë kjo pjesa ku po du zakonisht që është sezonë dhe na se cili punon këgja shumë, në më tonë për martë të kjo pjesa e mbramjeve, dasmave, sendeve këtëve, cilat fakt edhe punohen edhe kongve edhe gjithë shkafit. Unë kisha dasht, mas i kem deri të kafja edhe foljem në më tonë për kafen edhe të pyta dhe më tonë që a je inspiru. A ka ndonjë moment që në fakt i kiton vetit me më në pas një edhe me ditë që kjo kafe, që shu jam që të momente, që kam kishtë thonë? Jo vetëm me kafe. Tash, është pak jo modesti me folë për vete, me thonë artist i Republikës. Artistat nuk janë, ka njerë dhe mirë kështu. A bëden qysh, sepse flasin. Unë e flasë, për shemull, në jherë me objekte, me flas me to, për shemull. Tash duhet me përmend prap të ndjerin babën tem, unë kur shkaj flas me ta. Unë e gjithë mund, kur shkaj flas, baj ma bet, kur shkaj në shpe flas, flas me senet që jem konë tina, që kanë kalu në përdor tina, a bëden flas me kërë flas. Jo flas kështu me goj me zotë të kjerë, në raport me atë tjetërin, po e një, a bëden qysh, ose me se cilin sen mënuna me trajtu mas mirë në bot, edhe me folë me ta. Okej. Qështu notën e mirë. Jo, edhe pak. Të me di që gjatë gjithë kohës bisedës që po e fletë, po i shikën ata dytë. Me ata dytë kime përfundu, kështë që edhe me ata dytë, me thonë, kime qenë edhe me edhe Po sti të qështë jem të mirë, aten, të qështë shumë bet jem të mirë, tana a ke po të morrin me veti. Po normal, qa jem sheftë, ja? Jo, nuk kam shef. Sezona është mirë, në me thonë me mbramje? Une jam, atë thash, si kur kafja që më vete është e jetha e mesmja e ambla, unë e kam një farmesi gjithmonë, edhe jam shumë i knoqen me ato që e maj, edhe jam shumë i lumëtën me njerëzit që ma besojnë punën teme. Mësë mi mbet bërgjë dhe atë me tuve, kush është me ty më rapa teje, mi falenderu për shkak se zakonisht na e harojmë. Qoftë të orkestrës, apo qoftë ata studiet? I kam djemët që janë me 3 zakonisht janë, edhe 2 janë me teknik, 5 në veti 6 që shkaj, që më rinë gjithmonë besnek edhe që kemi një harmoni si grup. Normalën jem kështu pak tipi qelte, i bëjmë unë një mirë mu knoqë, i thëjmë djemë kur t'hipim skenë, dejtë kryet, du të me krypon. Kur dalim për skenës, bëjmë në i batut, në i hajgara, në i sanë, për ndryshe, i kam ata djemë që i rujtë zoti ata. Unë po du me të falenderu që je pjesë e emisionit Një kafe me Labin, sonde pres me sjellë prurje të reja, pres dhe me tonë që me pas edhe një sukses gjatë kësaj sezone, inshallah e ke shëndetin dhe vokalin, se mbi gjithë aparat. Panderit e falenderoj sotin që ma ka dhonë, bile që të zoma kishë pa quma, se s'ka quma shumë. Ne, se ka quma dhe sanë tjera, ka pak, po s'ban mi full. Kështu që unë kisha dashtë një falenderim shumë të madhë për bashkëshortën tënde, për fëmijët tu, për shkak që një respekt jashtëzakonisht të madh e ka ndaj meje, por edhe unë ndërsjelltas. Veç parët edhe të ecjona.
parat i merë mas andej t'i jep ose lumin së taulanti se unë po i Okej. Apo i në kompenzim me paven kafe? Muj me i në kompenzim. Falenderit shumë. Shko të taulanti dhe të lumi, e unë përmbylli, për shkak se me Shqipërinë më thonë e përmbyllim bashkë me kanë. Unë duhet edhe njerë një falenderim gjithë atyre të cilët fakt janë mbështetësit kryesor, por edhe juve shikues dashur të cilët jeni pjesë e rrugtimit tam, pjesë e emisionit Një Kafe me Rabin. Për javës tjetër na fillojmë sa me Një Kafe me Rabin. Me muzikë e përmbyllim këtë natë së sotme. Shihemi javën tjetër. Se që mu doq kjo zemër shkreta, këtë gurbet të zi, ne vetëmi me kalo jeta, o ju shok të mi. Se që mu doq kjo zemër shkreta, këtë gurbet të zi, o ju shok të mi. Kjaj më i zemër mos pusho, digju shpirtim, ditë natë po tretëm vaj, s'ka mjeri o halin t'ja kjaj. Kjaj më i zemër mos pusho, digju shpirtim, po tretëm vaj, s'ka mjeri o halin t'ja qaj. Kjaj zemëro, digju zemëro. Për nanën time, o ju shok të mi, se m'ka rrit me shumë mundime, besabit e mi. Ka marrë mali për nanën time, o ju shok të mi, se m'ka rrit me shumë mundime, besabit e mi. Kjaj më i zemër mos pusho, digju shpirti, ditë natë po tretëm vaj, s'ka mjeri o halin t'ja kjaj. Kjaj më i zemër mos pusho, digju shpirti, ditë natë po tretëm vaj, s'ka mjeri o halin t'ja kjaj. Kjaj zemëro, digju zemëro. Faleminderit jam shumë.